Ciao gocani, ciao. Unë pa një dy lulje shtrydhe, me qenë se ishin aty thash, mos parë se të më prishin t'ja ha, edhe po i shoqëroj pak me qoko krem se nuk he nga darë. Dua të falenderoj njerëzit që më ka komentuar dhe unë të ditë nuk i kam këtë përgjigje. Edhe ju falenderoj pa mas për gjitha mesazhet e bukura, për gjitha fjalët e bukura, për mbështetjen që më keni dhënë dhe për gjitha ata që mua tek Facebooku më kanë çuar 20.000 kapa. Ja u di për falenderit, ju kam falenderuar në një story, por thash dua të bëj një video t'i falenderoj kështu. Edhe përshëndes dhe ata të tjerë që shkruajnë ku hahet nga duart e kësajta, shiko si ka flok talar, edhe kancelova një 2 mesazhe që parë. Nuk ja vlen më që të hedh ato komente pa lidhje, se më ngjan sikur ul veten time në ato komente, ke parasysh sikur unë nuk ndihem vetvetja në ato komente kur i marr dhe i kam publikuar disa. Thjesht kam kërkuar që njerëzit mbase do ndryshoni, por në të vërtet nuk ka ndryshuar asgjë, se ata që kam dhefin xhelozinë e gjitha me radhë mbarkut, sido që ti përgjigjesh apo si me respekt dhe pa respekt, anzi ata acarojnë më tepër akoma, kur ti përgjigjesh edhe me respekt. Dhe kam vendosur që nuk kam se të merr me këta njerëz shumë pa vlerë, edhe nuk kam se të ul veten time me njerëz që nuk ja vlej. Thjesht do kthej në një mesazh kështu, thjesht pa nxjerr fare mesazhi. Do nxjerr mesazhet e bukura që i meritojnë me gjithmonë njerëzit që i shkruajnë, edhe që janë këta njerëz kështu që shkruajnë vetëm budalli që nuk din çfarë bëjnë me jetën e tyre, vajallit që i thonë të më vlerësojnë mua apo dikë tjetër për sakrificat që bëjnë. Edhe doja të thosha vetëm këtë që unë edhe të duash ti të hash nga duart e mia, nuk ta shtroj pjatën në tavolinë time. Jo për në gjë se mbase disa njerëz mund ta marrin për ashtu të thonë që jo e ke gabim. Vetëm për zemrën dhe shpirtin që ke, se në tavolinën time ulen njerëz vetëm me vlera edhe me zemër të pastër. Edhe jo qa ka rrugës ti fusi Angelina në shtëpi. Prandaja mos u mundoni me, mos u idhëroni me, mos u dëshpëroni me, se çfarë do lloj komendi që ju të shkruani, nuk do ta vëmë me ujë zjarr. Thjesht s'kam se ta ul veten time. Se nuk e meritoj. Edhe disa që shkruajnë kjo s'di të flasi, ku e ka kjo zgjuarsin. Unë jam po aq e zgjuar, sa ju akoma nuk e keni kuptuar. Megjithatë ju mund më gjykoni apo thoni çfarë të doni, sa shumë mendoni ju, se ju mungon juve, jo mua. Se unë deri më sot në jetën time nuk kam gabuar. Edhe nuk kam kritikuar asnjërin. Sido që të jetë i mirë apo i keq. Ju përshëndes, edhe vazhdoni me të shkruajtur, edhe vazhdoni e bëni lap, se një ditë do t'ihni në dritë, me gjitha mesazhe, jo vetëm te profili im, te shumë profile të tjerë që unë i shikoj edhe them pse të mërzitesh dhe të dëshpërohesh për njerëz të tillë që edhe kjo lule shtrydhja ka më shumë vlerë nga juve. Ciao, natën e mirë njerëz të bukur, gjumë të ëmbël, më grifshi mirë nesër, edhe ju përqafoj që gjithë dhe faleminderit shumë për mesazhet e bukura.